Përshëndetje miq, sot në mesditë Stambolli u trondit nga një tërmet i fuqishëm. Tërmeti ishte 6.2 ballsh, që shkaktoi një panik të madh tek miliona dhe miliona banorë të Stambollit dhe në mbar Turqinë. I gjithë populli i Stambollit sot si në Stambol, në Bursa, në Inegöl, në pjesat rreth e tyre ku është ndjer fuqia e rënies së tërmetit, të gjithë njerëzit janë derdhur nëpër rrugë, nëpër sokaqe. Ato që kanë njerëz të sëmurë kanë marrë ilaçe dhe kanë marrë nënën ose babin ose prindërit e tyre ose të afërmit e tyre të sëmurët dhe kanë në përbaqet e pallateve apo të siteve ku banojnë. Patjetër që ky nuk ishte vetëm një tërmet, sepse u pasua nga shumë tërmete të tjerë. Brenda 3 orësh, tërmeti që ra 6.2 ballësh është pasuar nga 47 tërmete të tjerë, ku madhësia e tyre ishte 4.9 ballësh, 3 ballësh, 4.5 ballësh, pra ishte me fuqi të mëdha. Ajo zonë që e ndjeu më tepër tërmetin ishte zona evropiane, sepse tërmeti ra me epiqendër në Silivri. Disa nga profesorët e specialistët që janë kërkues në degët të kësaj, pra profesorët rreth Hasanesit, disa thonë që ky është një paralajm për një tërmet më të madh që të bijë në Stambol, por një nga profesorët tjerë, i cili është i specialist po në këtë degë, në degën e tërmetit, ai thotë që është thyer dega e rënies së tërmeteve dhe nuk do të ketë një tërmet tjetër të madh në Stambol. Ky tërmet që ra dhe këto tërmete që e pasuan ato shkaktuan një panik të madh tek populli, i cili është derdhur në stokaqe. Momentalisht në Stambol dhe në pjesën në zonën ku është dëgjuar tërmeti, nuk ka humbje jete, pra sipas të dhënave, sipas lajmeve, momentalisht nuk ka humbje jete, nuk ka dëmtime. Grupet e shpëtimit kundra tërmetit, kundra zjarrit dhe kundër përmbytjeve, pra të shkaqeve natyrore, ato janë të gatshëm për ndonjë rast tjetër nëse do të pasohet nga një tërmet më i madh. Nëse Stambolli do të goditet nga një tërmet më i madh, pasojat do të jenë shumë të mëdha dhe do të jenë katastrofale, sepse Stambolli është një qytet ku ka mbi 16 milion banor dhe përbërja e qytetit dhe përbërja pallateve është e tillë që pasojat janë të pashmangshme, sepse në shumë zona të Stambollit, në shumë lagje të Stambollit, ndërtesat dhe pallatet janë shumë të ngjeshura me njëra tjetrën, rrugicat janë shumë të ngushta dhe në raste të tilla dhe këtu patjetër që grupet e shpëtimit do të jetë të vështira që të tregojnë aktivitetin e tyre në kohën e duhur. Nëse Stambolli do të preket nga një tërmet më i fuqishëm, me të vërtetë pasojat do të jenë të mëdha. Flasim për një qytet që mban më si 16 milion banor. Pra 16 milion banor janë të regjistruar që banojnë aty, por sa janë ato të cilët nuk janë të regjistruar, përjashtojmë edhe turistët të cilët gjenden momentalisht në Stambol, sepse gjatë kësaj kohe, gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës, Stambolli është një qytet që merr me miliona dhe miliona turistë. Duke u bazuar nga jeta ime në Stambol, që kam rreth 30 vite që banoj në Stambol dhe e njoh shumë mirë çdo zonë, çdo provincë, çdo lagje të Stambollit, nëse Stambolli do të goditet nga një tërmet më i fuqishëm, viktimat dhe humbjet do të jenë aq të mëdha sa që nuk do të mund të përshkruhen, sepse lagjet e Stambollit dhe rrugicat e Stambollit janë shumë të ngushta. Stambolli çdo ditë e më tepër po mbushet me ndërtesa të mëdha dhe në shumë lagje të Stambollit ka ndërtesa të vjetra, ku ndërtesat janë shumë të ngjitura me njëra tjetrën, rrugicat në mes pallateve janë shumë të ngushta, që në rast të një tërmeti shumë të madh, njerëzit nuk do të kenë ku të largohen, nuk mund të kenë hapësirë ku të largohen. Edhe në tërmetin që ka rënë sot, si në zonën aziatike, ashtu edhe në zonën evropiane të Stambollit, në disa lagje, disa ndërtesa, disa çati dhe disa mure kanë pësuar dëmtime, por nuk ka pasur shëmbje që të zëjnë njerëz brenda sipas të dhënave që ka dhënë edhe Valiu i përgjithshëm i Stambollit. Në disa zona të Stambollit, disa ndërtesa, disa pallate kanë pësuar dëmtime dhe për këtë njerëzit i kanë larguar menjëherë. Unë momentalisht nuk gjindem në Stambol, nuk e përjetova sot këtë tërmet, sepse unë mbrëm fluturova drejt Shqipërisë, por ky tërmet më tronditi thellë sepse jam një person që e kam përjetuar tërmetin e vitit 1999 në Jallova, ku kam vdekur mbi 29.000 veta, sepse jam një nga ato që kam ngelur 9 rënoja në tërmetin e vitit 1999 dhe tërmeti i sotëm më tronditi shumë për arsye se edhe fëmijët e mi banojnë në Stambol dhe pika e parë që ishte, puna e parë që ishte të rëmbej telefonin, të marr në telefon fëmijët e mi, të pyes se si janë dhe teksa shikoj atë trishtimin e tyre dhe atë ankthin, panikun e tyre, patjetër që as fjalë nuk i gjej dot se si flas, por shpresoj që Stambolli mos të shoqërohet nga një tërmet më i madh, sepse me të vërtet pasojat dhe humbjet do të jenë të paparashikuara dhe të pashmangshme. Dua të them të shkuara të gjithë Turqisë, të gjithë banorëve të Stambollit, të gjithë miqve të mi edhe fëmijëve të mi,
por me të vërtetë janë pasoja që edhe ne jemi pjesëtar në këtë fatkeqësi, sepse dora e njeriut me të vërtetë po prishin gjithçka. Stambolli pra është një qytet i madh ku banojnë me 16 milion banor dhe çdo ditë më tepër po mbushet me ndërtesa me pallate ku nuk po ngelet asnjë pollom në vend, ku as të ecin njerëzit, as të dalin nizat e tokës jashtë toke dhe të marrin dhe të kërkojnë ushqim për veten e tyre. Por të njëjtën gjë po e shikojmë edhe në Shqipëri. Çdo ditë më tepër po bëhen ndërtesa të mëdha. Kudo, edhe në ato provinca, në ato lagje ku nuk ka pasur pallate, po shikoj që sot po bëhen pallate madhështore çdo ditë më tepër. Dhe kjo nuk është në të mirë të popullit, sepse njerëzit nuk po ngopen, po shkojnë dhe po marrin shtëpia që në themel po marrin 2-3 shtëpia sepse i marrin më lirë, pastaj thotë i shesin më shtrenjtë. Por këto po ja bëjnë vetes tonë, po dëmtojnë veten tonë, sepse në rast të fatkeqësie, në rast të tërmeti, ashtu siç rastet në Stamboll dhe siç ka ra më përpara në Shqipëri, siç ka ra para 2-3 viteve edhe në Marash të Turqisë, siç ka ra në vitin 1999 edhe në Turqi, ku kanë vdekur me mijëra njerëz, shkaku i vdekjes së tyre janë ndërtesat e shumta, janë ndërtesat e ngjeshur, janë pallatet e larta dhe njerëzit nuk kanë mundësi të largohen nga këto ndërtesa, nuk kanë mundësi të largohen nga këto pallate. Përse nuk na mjafton vetëm një shtëpi? Përse nuk na mjafton vetëm një hyrje? Po kërkojmë të kemi 3-4 hyrje dhe të jemi sa më pasanik, kush më pasanik se tjetri. Dhe nuk e dim dhe nuk e kuptojmë që po ja bëjmë gropën vetes tonë. Nëse ja bëjmë gropës vetes tonë, po ja bëjmë fëmijëve të tanë, po ja bëjmë nipërve dhe mbesave tana, sepse po i lëmë mbrapa një gremivë të madhe. Po i lëmë mbrapa vetëm ndërtesa betoni, ku në raste fatkeqësie të tilla, qoftë edhe në rast të zjarrit, qoftë edhe në rast të tërmeti, nuk do të jenë të zotë të dalin nga shtëpitë e tyre, kur ne sot po investojmë për to. Jo unë shkëlqy për Zotin nuk kam shtëpi fare, nuk kam asnjë shtëpi, por ato që marrin nga 4, nga 5, nga 5 dhe sa më tepër blejnë njerëzit, aq më tepër rriten firmat e ndërtimit, aq më tepër bëhen ndërtesa, ku në këto raste unë po të isha kryetare i shtetit, nuk do të lejoja asnjë familje të kishte 2 hyrje, veç se të kishte një hyrje, se në mënyrë të tilla ne po shkatrojmë të ardhmen tonë. Ky është lajmi sot nga Stambolli. Pra, sot në mesditë Stambolli u godit nga një tërmet 6.2 ballësh. Momentalisht flitet që nuk ka shëmbje ndërtesash dhe nuk ka humbje njerëzish, por patjetër që njerëzit nga paniku që jetuan u hedhen nga balkonet, u hodhen nga kati 2, u hodhen nga kati 3 dhe patjetër që në këtë rast mund të ketë edhe vdekje, por akoma nuk ka asnjë lajm. Tërmetet vazhdojnë her mbas here, çdo sekond dridhet toka, tundet toka dhe sot mbi 16 milion banor të Stambollit janë në parqet publike, janë në oborret e ndërtesave të tyre, ku edhe aty njerëzit kanë frikë të jetojnë, sepse në rast se do të bijë një tërmet më fuqishëm dhe të shemben ato ndërtesa, nuk mjafton që të kish dalë nga shtëpia, sepse ajo ndërtesë që do shembet do t'i bijë njerëzve mbi krye, ku në një qytet të madh i Stambollit, edhe parket e Stambollit nuk janë të mjaftueshme që të strehojnë njerëzit dhe të shkojnë të vendosen njerëzit në raste të tilla. Të shkuara Turqi, të shkuara Stamboll, të shkuara edhe fëmijëve të mi, të shkuara edhe miqve të mi, se me të vërtetë kjo na tronditet shumë, se një njerëz që e kam përjetuar dikur tërmetin, kjo mua më tronditet jashtëmase.